Ti vetë se keq është puna. Shkodra, president konsensual, apo vendosje mund të shkoj me Vjosa Osmanin kandidat? Po tash, unë e thash, është debati parakoshëm. Mendoj që partitë politike duhet të shohin çka ka ndodhur me rezultatin. Dhe ka, domethënë, një situatë pak se 2 muaj. Në rregull, po ka gjëra më urgjente, mos harro. Kemi një projekt buxhet të paaprovuar. Kemi pastaj marrëveshjet ndërkombëtare të cilat janë miratuar në kuvend. Por gjërat mund të jenë formimin e qeverisë. Jo, kena hinë vitin e dytë që legjislacioni s'ka ligje, na jena shumë mbrapa. Kështu që mendoj që ato ligje që janë prodhu, kanë qenë pjesa të kur të vije koha, e rëndësishme është me qenë konstruktiv partitë politike. Tash, ajo bjen krejtëve tamam dëshira që e kërkojnë ajo, nuk mund ta di atë se ky vendi ynë është pak specifik, çdo kush ka detyrë, dëshirat ndryshme, madje disa kanë edhe absurde. Po nëse ka domethënë konstruktivitet, nëse ka gatishmëri për me ndihmu vendin, mos me ballafaqua ndonjëherë me zgjedhje të parakoshme për shkak të rrethona të cilat gjinet, për shkak kostos, për shkak lodhjes së qytetarëve me këtë situatë e cila është tërësisht e panevojshme. Brenda një periudhe kohore prej një vit 4 parë zgjedhje apo 5 parë bëhen, ku ta diun është me të vërtetë e papranueshme, e paarsyeshme. Mendoj që duhet të përgatitemi për me pas një maturi gjatë atij procesi kur zgjidhet presidenti i vendit dhe në instancën e fundit le të kandidojnë 2 e më shumë figura dhe kush i merr votat. Të paktën 2 duhet të jenë. Le të lobojnë vetë ata dikush. Mund të jetë edhe mesazh që i tha që na kemi gjallë të 5 ose gjallë të 7 vota, mirë po ju të 81. Kushtetuta e vendit është e dizajnuar me tillë që e kërkon domethënë për me pas quorumin prej 80 deputetëve prezent, të 2 rundet e para. Mirë po gjithsesi do të pajtohemi edhe unë mendoj që edhe si debat është pajtona me ty që është i hershëm, edhe nuk duhet shtruhej si debat, sepse janë 2 muaj tjerë, le të certifikohen zgjedhjet, le të bëhet kuvendi, le të bëhen qeveria, edhe në të hecin punë në ekzekutiv dhe në legjislativ, sepse është mbrapa, është Kosova është mbrapa, edhe tash ende pa u kriju kuvendi, ende pa u kriju qeveria e re, po hapet si temë çështja e presidentit. Po çështja e ngriti fillimisht. Po tingëllon që këta më shumë të interesojnë kush ku po jet, apo jet kush president, kush bëhet kryeminist se sa më punu për këtë vend. Kështu që, fal, tash kanë përfunduar zgjedhjet. Por vetëm se mund shkohet në zgjedhje. Kjo është çështja. Po unë besoj që s'do të ketë zgjedhje. Do të ketë zgjedhje. Nuk do të ketë zgjedhje. Kush do të reflektoj? Cili subjekt politik mund të reflektoj? Partitë politike do të kenë nivelin e detyrës. Presidenti nuk do të jetë politik fundi fundit. A kuptoni? Jo, do të jetë politik, po jo partijak. Jo partijak dhe duhet të zgjidhet sepse presidenti i Republikës Kosovës ka kompetenca të konsiderueshme, disa edhe pe kolegëve të njëres thonë që jo më shumë është ceremonial, jo. Ka kompetenca të mjaftueshme, respektivisht ka bashkëkompetenca me kryeministrin. Mirë po, këtu janë lënë shpërmrekullin që Kushtetuta e Republikës Kosovës, sepse mos me lënë në demokraci nuk ka veç një person me vendosë për të gjitha. Prandaj ka detyrat përbashkëta për kryeministrin dhe president, me kriju check and balance. Sa po të certifikohet rezultati i zgjedhjeve, të ketë dialog mes skenës politike në vend dhe të shohim domethënë çish mund të shtensionohet fillimisht situata politike apo rivaliteti politik mes subjekteve politike, më pastaj domethënë kam shumë besim që do të gjendet edhe një emër apo një figurë e cila do të i përgjigjet proceset ku partitë politike do të kontribuojnë që të zgjidhet për president. Çfarë do të cilte në skenën politike nëse nuk kandidohet Vjosa Osmani? Për presidente, Reta edhe Shkodra, do t'i kthejë garës politike kontributi i saj me pas? Nuk mund ta parashikoj, unë personalisht nuk mund ta parashikoj, sepse edhe gjatë presidencës nuk është që ka lënë ndaj përshtypje në udhëheqje të shtetit ose edhe ka qenë në situata e tillë, mirë po nuk mund ta parashikoj dhe nuk dua as ta parashikoj. Unë
Po thamë se këtu parti politike kanë marrë mandatet, populli ka full me datën 28, edhe këta tash kanë përgjegjësi. Përgjegjësia është krijimi i institucioneve dhe me vazhdu me punu edhe me tentu me nxo hapin. A ka komoditet në fakt edhe opozita që të ketë zgjedhje tjera, duke parë këtë rezultat zgjedhor, Recaj dhe Shkodra? Po e mund të ketë, ndërsa dikush dënë edhe Rama poshtë. me mshilë za drugën ketë, me dhonë fund aktivitetit politik. Ashtë edhe s'kanë kush kujnë ma poshtë. Që s'ka është dënmoshme, po problemi është aja që ata janë atë përgjegjë zgjidhje. Dërgimi çfarë do forme, i kujdo qoftë, në qoftë prej pozitës, qoftë prej opozitës, në zgjedhje të reja, kinë se s'po mund ta zgjedhin presidentin definitivisht është e pandershme dhe është e pa pranueshme që një gjë e tillë të bëhet qytetarit të Kosovës. Dhe në qoftë se nuk zgjidh me 51% ose nuk po zgjidh këta me numrat e vet që i kanë, nuk po zgjidhin një president dhe po shkojnë brenda një viti 5 pol zgjedhje, atëherë definitivisht qytetari i Kosovës do ta ketë shumë parasysh dhe ta identifikoj personin kush nuk po don me kry punët. Pra, nëse kandidohet Vjosa Osmani, thoni që partit PDK-ja e LDK-ja duhet të qëndrojnë në sallë edhe të mundsojnë zgjedhjen e saj presidentit. Po gjithsesi. Jo, nuk unë mendoj që ajo nuk duhet të propozohet fare, në një dhe është mira se të hiqet vetë nga gara. Po tash Do si gjindet emri, konsensual. Gjindet emri. Po është pluralizëm. Aty ka një procedurë, në rast se arrin me bë nënshkrimet e nevojshme për të kandiduar, që unë besoj që do ta ketë mbështetjen e subjektet më të madh, por shkak se kanë operu mirë, kanë kooperu, domethënë gjatë tyre viteve të cilat kalun në mandatet e tyre, kam përshtypjen që janë të kënaqur njëri me tjetrën se si kanë funksionu gjatë saj periudhe kohore. Deri me tash nuk jam për fol emra të tjerë, nuk ka domethënë shihen në horizont emra të tjerë, as nga partia më e madhe, po as nga partitë më të vogla. Mendoj që opozita e ka humbur rastin për ta propozuar një emër për president. Dhe kur ka qenë rast, mendoj që ka qenë në vitin 2025, rasti do t'i votonte institucionet e Kosovës, parlamentin dhe qeverinë, ndoshta do të ishte një mundësi e mirë dhe një kompromis i mirë që partia më e madhe t'i ofronte opozitës që ta jepte emrin e presidentit dhe jam i bindur që do ta votonin. Tash jemi në këto pozicione që jemi. Politika është një zanat, një profesion që duhet përcjell tempën e saj, e cila lëviz mënyrë shumë dinamike. Nuk mund të kesh kërkesa sikur para 28 dhjetorit, si pas 28 dhjetorit, sepse rezultati i zgjedhjeve determinon shumë çka. Dhe në këto pozicione të cilat janë palët, mendoj që disa nga palët duhet të kenë përgjegjësi, siç është partia më e madhe, të dhënë vendit institucion, po disa të tjera duhet të kenë më shumë kujdes, sepse mund kenë edhe kostomat më në rast se shkohet në një proces zgjedhor të parakoshëm.